Lironi foltore, zoti Berisha. Zoti Klosi, procedurë. Nga ora 9, plot 4 ore e gjys, kemi së bashku që vazhdojmë një bisedë që vështirë është i vësh një emër. Po qartazi kuptohet arsyeja pse e keni gjithë të zellë për të folur pa fund për asgjë të vërtet. Qartazi e keni arsyeën se pse kërkoni të zgjasi pa fund, siç e bët seancën e kaluar. Sot në këtë parlament duhet të raportojnë organet e drejtësisë 3, ata cilët me votën e mazhorancës, me mbështetjen e mazhorancës, janë këtu për të gjykuar të gjithë ata që kanë shkelur ligjin, pa asnjë mbrojtje politike. Por ju e keni të qartë që jeni këtu dhe e zgjasni këtë bisedë, sepse drama më e madhe e lidhur me protestat, po doni, është 21 janari. Edhe ne në fakt kemi dëshirë të dëgjojmë çfarë do thotë drejtësia re për 21 janarin. Ju thatë këtu ish drejtues që protesta e më e madhe. Kemi bërë dhe ne protesta, keni bërë dhe ju protesta, protesta bëhen pa fund në këtë vend. Por ama protesta me armë, vetëm ju keni bërë duke i gjuajtur qytetarëve shqiptarë. Vetëm ju keni vrarë në shesh. Vetëm ju mbani mbi vete krimen protesta. Ajo që po ndodh sot është krye kput ajo që keni bërë ju kur keni pasur mundësi të drejtoni shtetin. Ajo që keni bërë ju, nxitja e dhunës, nuk është një gjë e re, përmbase për deputet të rinj apo që janë këtu edhe në krahun tuaj edhe në krahun ton, harrojnë, nuk mbajnë mend. Po në atë bulevard 2 herë është gjuajtur me armë. Përsëri të 2 herët keni qenë ju. Në shtator të 1998-ës edhe në 11 janar. Ti ke gjuajtur me armë, Sali Berisha. Dhe sot hidhni gurë dhe fshini dorën. Çfarë doni ju? Kë përvajsojmë ne? Përvajsojmë votën e socialistëve. Përvajsojmë forcën e drejtuar nga Edi Rama. Përvajsojmë forcën që ka rritur ekonominë e Shqipërisë. Përvajsojmë forcën që ka sjellë dhe ka bërë Shqipërinë një vend të pritshëm për 12 milion turistë tuaj. Ne përvajsojmë Shqipërinë, i nderuar, ne përvajsojmë Shqipërinë, që jo vetëm është bërë një faktor stabiliteti në rajon. Ne përvajsojmë Shqipërinë, e cila organizon në vitin e ardhshëm 2 nga samitet më të ndara politike në rang botror, po doni, parlamentin e NATO-s dhe parlamentin e OSBE-s. Organizohen të 2 parlamentet në Shqipëri vitin tjetër. Kjo është ajo se si e njohin Shqipërinë dhe Edi Ramën ndërkombëtarët. Kjo është ajo se si e njohin. Ne na kanë votuar për të qeverisur, ne na kanë votuar për ta çuar Shqipërinë drejt familjes europiane. Ne na kanë votuar sepse premtuam drejtsinë e re. Ne na votojnë sepse premtuam Europën. Dhe që të kemi një Europë, nuk mund të kemi 5 orë në parlament flasim për procedurë. E keni diskutimin nga 2 orë për çdo pikë, keni drejtën, gjithë secili mund të thotë një qëndrim plot për pika të caktuara ku mund të jenë profilizuar, po nuk është kështu parlamenti. 5 orë procedurë. Ku jemi? Ku jemi? Show televiziv? Show jemi. Keni një gjë vërtet, thuani kur të viralla, mbani qëndrimet tuaja, po pranoni që Partinë Socialiste as nuk e konkurroni dot me votë, as nuk e konkurroni dot me ide, as nuk e konkurroni dot me projekt, as nuk e konkurroni dot me program. Edhe ajo që ndodhi për reformën territoriale është fiks ajo që ju s'dini të bëni. Nuk dini të prodhoni, nuk dini të ndiqni kohën, nuk dini të kuptoni realitetin. Vini këtu dhe kërkoni shtesë komisionit për çfarë dihet afatet dhe deadline-et e komisionit. Është e vërtetë që komisioni bipartizane mund të jetë shtuar, po për sa i përket hartës territoriale nuk ka kohë, nuk ka asnjë ditë kohë. Për sa i përket gjërave tjera mund të flasim, po jo me ju, Sali Berisha. Replikë, zoti Berisha. Mbledhi letrat e Biçosit.
përfaqëson Bixhozin më të keq me parat të qytetarëve. Përfaqëson me Gorigali skandalin dhe përpjekjet kundër opozitës. Përfaqëson Lubin 320 apartamentet e saj. Edhe ti do t'jesh aty se të ka dhënë një kockë edhe ty. Vrejtje, zoti Berisha, vrejtje për shkeljet rregullore. Më fali një minutë, unë e njoh atë. Ai për Bixhoz është jaftë të shes gjithçka. Nuk ka domosdoshmë, nuk njeh kufia njëri, po fundit e ka për vetë. Vrejtje për fyerje. Prit, të lutem. Përfaqëson krimet më të shëmtuara, avokatinë e krimeve më të shëmtuara ndaj qytetarëve shqiptar, të cilët i katandisët 1 milion e sa shqiptar për zut rrugëve të botës. Sigurisht Bixhozi yt ka një aksion të vogël, po problemi është se e pegi Bixhozit ti. Prandaj del edhe marrë këtu bën avokatinë e Edi Ramës. Avokatinë e njeriut që sot është damkosur botërisht si një narkodiktator, që sot është njeriu më i damkosur në Europë. A e din ti që mali i shkrimeve, i denoncimeve mbi te i kalojnë dhe lukun e Putinit, Lukashenkon e Putinit. Faleminderit, mbaroj koha tani se s'ka kuptim, nuk ka fare kuptim. Zoti Xhelal Mziu, procedurë. Replik mbi replik, zoti Klosi. Zoti Berisha, lironi foltoren. Lironi foltoren. Po, kryetar, nuk kam asgjë për të thënë, po i drejtohem kolegëve të opozitës që e mbajnë akoma për lider. Ka 35 vjet në këtë parlament, akoma si ka ikur ndjesia e sekretarit partisë. Flet për gënjeshtra, flet për gjëra që i ka thonë para 50 vjetësh, edhe këto e kanë të vërtetuar, flet për gjëra cilat s'kan asnjë lidhje me realitetin, ka ardhur këtu në këtë sallë dhe ka bërë të njëjtën gjë 35 vite duke marrë njerëzit që të gjithë personalisht. Unë i them ke vrarë njerëz në parlament, ke marrë njerëz në bulevard, unë i them që ke qelluar mbi protestuesët, ai vazhdon dhe tregon pralla me mbret. Unë po them t'ja drejtoj këtyre, ai sa kanë mundësi ta gjë. Për ne të vazhdoj se ne votat në shtohen. Ju lutem se s'ka kuptim. Zoti Xhelal Mziu. Zoti Xhelal Mziu. Zoti Berisha, ju lutem lironi. Më lere tani flamur, të lutem, kemi 4 orë tani që po presim, tani mos... Ju lutem, Zoti Berisha e ka marrë fjallën disa herë sot, ju lutem. Zoti Xhelal Mziu. E kam mbaruar, madje patëm dhe një fjalë tjetër. Si mbaroj fjalën, foli dhe një koleg tjetër, tani të mbaroj fjalin atu ku e la. Ju lutem. Ju lutem përfundoni dhe të vijojmë. Unë e kuptoj se me katët tuaja kanë kufi vetëm qiellin. E ke radhen, aty të presin, në gjo muët.
je i regjistruar, edhe i pa shpresë. Po, Zoti Xhelal Mziu. Mbaroj koha, zoti Berisha. Mbaroj koha, pra mbaroj zoti Berisha. Zoti Xhelal Mziu. Ose bëni kafene fare tani, pash zotin. Zoti Vengu, keni kërkuar fjalën apo zoti Vengu? Keni kërkuar fjalën apo është e vjedhur? Replik. Ka drejt në replik. Faleminderit. Do t'ja japim dhe majorancës ndonjëherë fjalën apo jo? Se doktor ka kohë që nuk të shkon. Riktheu se do kemi debat të gjatë bashkë sot. Do kemi debat të gjatë. Tani, çfarë ti them unë një njeriu që realisht ka mbi supet e veta akuzat e gjithë tranzicionit, rënime, vrasje, çfarë ti themi këtij njeriu? Çfarë ti themi një njeriu që kur prezantohet çdo javë në prokurori linçon brenda dhe jashtë magjistratët që bëjnë punën e tyre, detyrën e tyre, dhe pastaj rikthehet 20 minuta mbas dhe bën ligjërime mbi drejtësinë. Nuk kam çfarë të them, doktor, sepse edhe kur ti kthen shpinën, jo vetëm ne majtas të marrim seriozisht, por edhe këta të tut që ke rreshtuar këtu, kur kthen shpinën thon çfarë ti bëjmë plakut, kështu e ka pleqëria, dhe për herë të parë këtë sesion jap të drejtë. Faleminderit. Zoti Xhelal Mziu. Çfarë? Replik mbi replik mbi replik. Ç'kuptim ka tani? Zoti Noga, pse e prishni seancën? Pse e prishni? E përmendi pra. E përmend ju drejtua pra zotit Vengu. Zoti Balliu, ju lutem uluni, mos e çfarë po kërkoni, nuk e kuptoj. Si replik mbi replik në replikës. Nuk ishte procedurë, ishte replik, zoti Vengu. Ju drejtua zotit Vengu gjithkohën. Ju lutem ulu, zoti Strazimiri. Ulu pra ulu se po e prish seancën, ulu tani, ulu. Uluni, unë po e prish. Ashtu, ë? Okej. Uluni. Ju lutem uluni. Ulu flamur, ulu. kur gjillet si dezertor, për të paraqit si patriot, thot jam pasardhës i Marko Boçarit. Jam Tam Nasuli. Dhe kur del si super tradhtar, na bëhet si pasardhës i Stamodumos. Ja kush është ky. Atëherë, si mund të pranoj ju, qytetarët, të rit, idealistët, a e kuptoni apo jo? Megjithatë, ti do kesh radhë, ti je në radhë, po ta them këtu je në radhë, edhe nuk shpëton. Pik. Jo, nuk shpëton. Zoti Mziu. Nëse fjala nuk do të jetë për procedurë, do të ndërpritet. Sipas rregullores. Sipas rregullores. Po me qënë se shkoj 3 orë, të shkoj të 3 orë të tjera, zoti Alizoti. Më thoj kur të mbarosh. Zoti kryetar, e ke humbur fare drejtimin e seancës. Kam kërkuar që pa filluar rendititës për procedurë për një çështje shumë të rëndësishme, siç është reforma territoriale. Reforma territoriale që ju keni bërë në vitin 2014 ka qenë barmise për qytetarë shqiptarë, ka qenë shpopulluese, ka qenë denigruese, ka qenë selektive, ka qenë politike.